Deklarata e djalit Donald Trump, I quhetur ndryshe Donald Trump Jr. Në Beograd, që bombardimet në Kosovë u bën për të mbuluar skandalin e Bill Clinton me Monica Lewinsky, në fakt është një nga ato që quhen falsitete historike. Nuk e di pse e ka bërë këtë Trump Jr. Në Beograd, ose më saktë dihet që e ka bërë për t'i bërë shefin Vučić, dhe jo vetëm Vučić, po gjithë popullit serb, I cili në një farë mënyrë e ka gjenetik nacionalizmin e tija, por e vërteta është që nuk ka një përputhje midis skandalit të Monica Lewinsky dhe luftës në Kosovë. Në fakt, kur u urdhërua bombardimi I Serbisë nga ana e Shtetet Bashkuara dhe aleatëve të saj në NATO, skandali Monica Lewinsky kishte mbaruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithsesi, dua të vë theksin që në përgjithësi shtete kur lëvizin për të bërë veprime të tilla ekstreme, siç është shpallja e luftës, aq më tepër shpallja e luftës në mes të Europës, një akt I cili do kërkonte tërheqje në valle të shumë shteteve dhe krijonte një precedent të cilin neve sot po e shohim në Ukrainë, padyshim që nuk mund të nxitej nga një gjë si tillë banal siç e pretendojnë. Dhe është një teori e cila ka zënë vend edhe në shumë shqiptar. Por gjithsesi, kjo është një kamban alarmi. Është kamban alarmi sepse banalizohet historia, dhe kur banalizohet historia, nuk është e vështirë të kalosh pastaj në veprime ekstreme. Natyrisht që djali Donald Trump nuk është prej atyre që ka ndonjë fuqi politike, por gjithashtu edhe deklarata e tij nuk mund të anashkalohet. Nuk mund të anashkalohet lehtë, sidomos për Kosovën. Deklaratat të tilla kemi parë edhe nga djali I vogël I Donald Trump, sidomos kur ka bërë deklarata për Ukrainën ose për Groenlandën, por I është lënë adoleshencës, ndërsa në këtë rast nuk mund t'i lihet një pakujdesie. Është, nëse është bërë për të siguruar lehtësi biznesi, është një përdorim shumë I keq I autoritetit Shteteve të Bashkuara, nëse ka ndonjë nant me Bill Clintonin, është e mira të harroj sepse fut në lojë autoritetin e vendit të tij. Gjithsesi këto janë punët e amerikanëve. Puna jon është deklarata e tij për Kosovën, e cila sido që të jetë I hedh benzin një zjarri I cili është vërtet I tulatur, por ama prushi ekziston aty. Unë dua të kujtoj këtu që në ato demonstratat që po bëjnë serbët në Beograd dhe në mbar Serbinë, në kronikat e tyre, liderët e këtyre demonstratave përmendin veteranët e luftrave në Ballkan, të cilët janë pro lëvizjes kundër Vučićit. Dhe I përmendim me një nostalgji si njerëz që janë në gjithë ndjes, si shëndet se e vërtet thuhet në tilla raste, si njerëz që janë në gjendje që të ruajnë rendin, ruajnë paprekshmërinë e demonstruesve, por harrojnë që këta janë njerëz që kanë marrë pjesë në luftën më të përgjithshme të shpërbërjes së ish Jugosllavisë, janë njerëz të cilët kanë në kurrizin e tyre krime lufte, janë njerëz të cilët kanë përgjakur Bosnjën, kanë përgjakur pjesë të Kroacisë, kanë përgjakur Kosovën, pra nuk janë njerëz me të cilët mund të nderohesh. Pra, këta organizatori I përmendin këta njerëz si ajo pjesë e shoqërisë që janë nacionalistë, përfaqësojnë shpirtin e Serbisë, pra edhe këta janë kundër Vučićit. Në fakt këta janë kundër njerëzimit. Prandaj mos bëhemi shumë mendje lehtë kur entuziazmohemi nga demonstratat e Serbisë apo entuziazmohemi nga demonstratat që ndodhin në Rumani, se ka një prapavije e cila vetëm pro shqiptare nuk është. Ndaj them që në Kosovë këto deklarata duhet bën kujdes.
Kosova është në një impas politik, sepse vetëvendosja nuk e ka fituar shumicën, dhe vetëvendosja nëse do formojë qeverinë, ose ata që do t'i bashkohen vetëvendosjes për t'i dhënë votat që të formojnë qeverinë, duhet të kenë shumë kujdes. Sepse vërtet mund mos jetë në diskutim pavarësia e Kosovës, po tërësia e Kosovës mund të jetë që ç'kem ata në diskutim. Si gjithmonë në fund ju rikujtoj të beheni pjesë e kanaleve tona në YouTube, Dritare TV dhe të kanalit Rudina Çunga. Faleminderit.